të kom për një ditë në televizion, me shpërblimi shekon, ashtë për qilova unë në asë ja. Mo me këtë fjallur. Ndërum, jemi duke gjiruande. Emisioni 05 të premton se do të adhuroj një shpërblim. Ma dje, për dalim të keq qytetarëve, e ki mundësin me zgjedh cilin shpërblim po e dënë? Paga mujore këtu me pas 4 antarë familjes, të 800 euro, ja del. Me 800 euro 4 antarë. Po, ja del. Unë këtohet pak do të me rodhë, jo veç me mojtë. Po dhe me jetu mirë, mos me rudhë heq. Ja, mas me Mos rodhë. me qku manja me rudhë. Ja, për mos me rodhë, do të me pas 2.000 euro. 2.000 euro. Po. Jemi vre emisionin 05, pyetja që kam për sot. A të bën porja të lumtur? Që, porja të banë lumëtën, banë lumëtën edhe të banë nervëz. Po. Pse nervoz? Pse nervëz ka njerë, i ki porja të pësdisha me po. A ka ndodhë shpesh ty kjo? Bile mu më ka ndodhë. Po, vëllaj. Në më thonë ke pas porja sot dush? Ku mi qu se vini? Ha, qashtu. Ja, të kur s'ki ku mi qu thërë mullire. Për e me, Po ty ve. shka ju banë ti? Dolo mi hojna e fina. Në së për me hongër, 100.000 euro më një ha, mi pas, po përre. Ha, Jo, se. po që da. Gja e ke pos? Po dhe? I ke pos se s'ke mu i Po, mjo. unë i kun po. Se mi pas, ja. Ndërum, Ha, ashme jem penzion po besoj. po, Qka ke vënu më parë? penzion, unë e më kënë teknikë ndërtimtarisë. Sa ka qenë poga atë ko? Paga në atë ku, 1.000 euro. 1.000 marka. 1.000 marë. Po, Deri, kur ke punu të? ku punu deri para lufte. Deri para luftë. Po, Okej, se në mosh po dukesh më iri, jo kaq. 70 copa. Në rregull, po ti në penzion a ke dojnë para 5 viteve? Që të para 5 vite këmë dollë. Po, stajën e këmë pas. Okej. Unë e po du me të pytë. A kanë qenë të mjaftushme 1.000 euro për ty? Atëherë kanë qenë mjaftu shumë. 1.000 marë ka? Po da, 1.000 marka e krejmë marka të atërshme. Hale, okej. Për mu kanë qenë mjaftu shumë se e më konë pakis për shemull. Se me pas ka lablik, po me në jush familje, 1.000 marka atëherë, po kanë dollë. Ja ka dollë. Mujnë e ke mbullu mujnë. Po nëse të pësët, për me jetu mirë, sa është një pogë mujore, ndoshta që kishte me qenë? Paga mujore këtu me pas 4 antarë familjes, të 800 euro, ja del. Me 800 euro 4 antarë. Po, ja del. Unë këtohet pak do të me rodhë, jo veç me Po mojtë. dhe me jetu mirë, mos me rudhë heq. Ja, mas me Mos rodhë. me qku manja me rudhë. Ja, për mos me rodhë, do të me pas 2.000 euro. 2.000 euro. Po, Okej. se me shku në restorant, për shembull, 2 herë një oftë, aty në 100 euro së në kalan. Jo, 4 veta që. Po, 100 euro, e 4 javë, 400 euro shkunë, për shembull. Pasi po të për një muj, po përnej, 4 javë. 400 euro shkunë veç në restorant. Vendor ka. Po, veç dorka. Po me rrugë, 1.600 ki. me rrugë, ke fjolla, që kalan mirë. Po, Indërum, ke vrej ndonjë një ngritje të çmimeve këtë kohë që ty të ka irritu. po çmimet po ngritën vëllai sipas po kështu që. Unë vetë me veti bëj një farë pyetje, ky populli juën se di shka bëhet, shumë pak popull jemi kështu në përgjithësi, po më ne kuna shtete të jashtëm, se isha edhe Gjermani ku më qenë më herët. Po, po bëjmen, këtu hargjuhet ma shumë. Unë nuk e di se si shkën, su ka që ka thonë ai i hershmi, që s'po tha ma i plak, kise plak vetë. I hershmi, Ke plak asni. tha i marrë, tha, sa merë rogë, tha 100 euro, sa i hargjën 300, e ka 200, tha se di. Edhe këtash, për momentin, se di ka përmorin këta rogë pare, shqitore, pilot malë, hargjime sa dush. Rroga 500, shpenzime 700. Ja rroga 200, 300, të i tash e kanë pas 300, 400 euro. Ashtu. E shpenzime që thotë 700, 800 një. Ka ashtu, me qëfar matematike. E vëllaj, edhe unë po çudita. Edhe Po, silën njerëzit, silën, gjina ndika. dika, Ideal kismeti. po. Edhe thonë, parat e sotit për nesëm si rujnë djep. Ashtu duhet? Ashtu do të thotë, Sa kishë së në gjep kemi hargju? ja, parat, Do ka mos me marrë. do të me pas një farë kufini se, Ja, aty do të me rrullë ka po pa. ha sigur se, Së ti i market ato 2.000 mrena ditës po, edhe. e nesër 2.000 ku mi marë. Po, do të, po afërsesh me po me 10 euro. Mi hargju të sotit. 10 euro ditë? Sigurisht. 300 euro i bje muje. Po 300, po ti vish për vjeti po përmen. A, po edhe 3. Ah. A, 5, 4 e 3, 12, 800 euro të mesë. Qa, Për mujnë tjetër. po ti me qatë edhe tërë mi bjedhe për ata. Ushqen për shama ti me hargju ke fjolla. Te projnë shumë. Ja, së të projnë. A me po me hargju veç vetë, 10 euro në ditë, për shama 300 euro mujtë. 300 euro në mujtë,
Atëherë për meni 1200 do të për 4 antarë. Edhe 800 herë të ikur sen. Po. 800 herë, Ka dhe aty 300, 12 muaj vjet i bën ti, so vjen 9600 herë. 300 euro i harxhon ti, po me përjashtim diçka blen në ushqim për familje, po një pakicë, me blen edhe tëra së blen ku me di sa. Për 3-4 vjet Po bëj men unë një kafe me pi, një herë, ose 80 cent shtu parë janë. Ta është edhe 9 euro, jesin për me blen diçka, në i vaja, në i shqeqera, për një artikull, jo me mushkërice. Ja, atë kuptohet. Kërkoj folje. Këmë përcjell një ditë në televizyon, me shpërblimi shekon, ashtë përcjellova unë në asë ja. Mo me këtë fjallur. Ndërum, jemi duke gjiruande. Emisioni 05, të premton se do të adhuroj një shpërblim. Ma dje, për dalim të këtij qytetarëve, e ki mundësin me zgjedh cilin shpërblim po e donë, edhe nesër takojmë në shef. Ja, ashtu nuk. Po. Ja. Vetëm ku takohemi kështu, ku të bisedojmë, kam qesh shpërblim. Me u taku spontanisht? Sigurisht. Me fitu me sfit. Ja, edhe me sfit, që se meritaj. Pa merita nuk ka asgjë. Në rregull, po cilin sponsor e din tonin? Sponsorin e ju, vallai, Halen, jo. E din. nuk i moj mend gjitha, se të ka të më prita shuki, alo? Okej. Pas marketi minimumi, po besoj e din. Po se di ketë. Dr. Smile, ex-komismi, ne abadi sante. Ata që ta farë fjallë që i thuti, unë suni për këhej, se gjuha jemi pak me aronë, është këptuat. Ndiri shumë që na përcilni, knaci, po besoj që do takojme edhe kur jemi me Sigurisht, përmëne shumë, kalumë shumë mirë. Respekt. Faleminderit.